Atëherë më shpjego që ta di të sillem sipas rregullave. Rregullat janë këto, që ne do vazhdojmë në rrugën qendrore dhe pa do jam unë. Ku shkel ti? Ku shkel unë? Unë vetë do shkosh mbas hapit tim. Ky është parim, është edukata ime dhe është procedura ime strikte me të gjithë. Nuk e di çfarë më pret nëse iki ku dua vetë. Patjetër, sepse ka shumë e perka, ka shumë zvarrani, ka shumë merimanga. Jemi në një jetë reale. Jemi në Amazon. Këtu jemi në Amazon? Jemi në Amazon. Amazona e Divjakës. Amazona e Divjakës. Nuk ka se i përkjen të thot Altini se hajtë sesh, po është realitet. Jemi në një habitat me tokë, me pyll, me xhungull, me ujëra brenda. Po ndërkohë, ndërsa ecim këtu s'ka rrezik. Këtu s'ka rrezik, sepse këtu i madh. Shtegu i shkelur. Shtegu është i shkelur. Më kuptuat, kur të vini herë tjetër dhe do vini vetëm me Altinin, do ecni vetëm në rrugën që ai të thotë, as djathtas, as majtas, vetëm shikoni, po mos skelni, është ideja. Sigurisht, dhe kjo është në fund fare sukses. Sepse kur sigurinë kemi të parën, kemi realizuar të gjithë objektivin e ditës. Kështu që fillojmë tani rrugtimin për të treguar Divjakën, që asu nuk e njoh. E njeh vetëm Altini. Më tregoi fluturat para pak ditësh, edhe unë i thash fjalën që dua përveç fluturave të shikoj vendin ku rin fluturat. Tani për pak vetë aty ndjek, po ishte gabim, nuk e bëj më. Na ndiq që të njohësh Divjakën, siç do e njohësh kur të vish vet. Divjakën që s'ke njohur asnjëherë. Amazon, apo hym në Amazon. Do hym në Amazon, pastaj nuk e di ku do shkojmë. Të shohim edhe të ju tregoj. Ndërkohë, hym në Amazon për të parë çfarë? Çka ka? Sa na pret, do të thash e bukur përveç çfarë është e rrezikshme. Pikërisht kjo është e bukura e një xhungle, që ka një shumëllshmëri të habitatit, të specieve të egra. Do të shikojmë florën, do të shikojmë pjesë të faunës që ndeshim me shpend apo me kafshë, çfarë mund të shikojmë rrugës, por e sigurt jemi me florën. Flora është në këtë periudhë tani është jashtëzakonisht e pastër. Kjo është periudha më e mirë, prill-maj. Në Divjak ka vetëm pranverë, ka vetëm lule në janar, shkurt, mars, prill, por fatmirësisht një pyetje, si jam veshur unë, domethënë është veshje e gabuar? Është veshje e gabuar, për temperaturat e sotme. Për temperaturën thua, unë vesha për mushkonja. Për mushkonja e shpjegojmë atë si duhesh ti. Jo, dua të di këtë për njerëzit që do vinë, të mos veshin kështu gjërash, domethënë, si të vishin. Nuk ka problem fare. Me mushkonja duhet të miqësohen, domethënë me mushkonjat. Se ti nuk je rahat, vetëm unë. Unë jam rahat sepse prandaj kam titullin guid. Prandaj jam nga Divjaka, prandaj jam i lindur në Divjak. Jam imunizuar nga vaksinimi i mushkonjës. Atëherë, unë s'jam vaksinuar nga mushkonja, pse ka dhe vaksina për mushkonja? Po më ka vaksinuar vetë mushkonja. Kështu që këto janë. Mua më bëjnë gjë e kam fjalën jo. Pyes për ata që do vinë, jo për vete. Ata që do vinë duhet patjetër të konsultohen me guidën, të marrin masat, të ndjekin këshillat e një guide të specializuar. Qoftë Altini, qoftë. Po gjithsesi nuk është problem. Do mësohesh, do mentohesh, nuk të hanë, domethënë. Absolutisht. Të pickojnë të ledatojnë. Përpunëzi të shoqërojnë. Të bëjnë që mos të flesh gjumë, të ndjesh. Po ike pa nga smime, pa gjëra që të gjumi, sepse relaksohesh nga bukuria apo dehesh nga aroma pyllit e pishës, e luleve, edhe ja bie gjumë. Mushkonja nuk të lejon. Po mund të jesh për shembull. Ja, këtu që ka orkidea. Ti po shikon atë orkiden aty, por sa mirë që e bere këtë lloj vëzhgimi. Unë do të njoh me disa. Unë pa më thon ti përpara cila ishte. Sigurisht. Këtë desha thot Altini që ne do të njihim me disa lloj specie të florës. Kryesisht tani me orkiden, sepse orkidet janë ato bind magjike që sa përmendem me orkide, godasin të një vizitor, kudo qofte ai, nga bota, nga Evropa apo ja orkidet e tipe. Që më thua, po nuk është vetëm ajo orkidea që ti the. Ja, rrezik e ka shkelur ndonjëri që nuk e di. E ka shkelur ndonjëri që s'e di, po shiko këtu. Kemi këtë orkide këtu, shiko sa interesante. Kjo është orkide që çele para. Edhe quhet orkidë pruneri. Kjo orkide çele para në Divjak, është rrallë në Shqipërinë përgjithësi, në përkohë për livadishte, po për të parë në Divjak. Edhe në momentin që e marrin vesh vizitorët që kanë çelur, fillojnë edhe me kontaktojnë. Përveç kësaj, mbas një muaji. Kjo quhet e çelur apo Kjo quhet e çelur, ka formën e një blete. Se orkidet imitojnë insektet, bletat, gjallësat, edhe kështu e tërheqin vëmendjen e specieve për të
plenuar. Po këto. Ajo është lule tjetër, po këtu bravo, këtu kemi një orkide tjetër që shoqet e kësaj kanë qelur. Kjo quhet orkidë tridentate. Po, ja të kemi të qelura mbrapa ne. Përdina kemi këtu të qelura? Po. Shosa të bukura. Ja, sa kujdes duhet e ecësh këtu, sepse duket sikur I gjithë territori, kudo që ne vëmë këmbë, këtu është i populluar nga bimësi nga një flore jashtëzakonshme prallore, një florë magjike që nuk e gjen në vende tjera. Këtu përpara teje ke plot me orkide që janë duke qelur, sapo kanë qelur, këtu i kemi shosa të bukura qelur. Orkidë tridentata. Është një florë jashtëzakonshme, gjithandej ka qelur, gjithandej. Trendelina aty ma tanë, lule shqerat ma tanë. Po zambak të verdh ku janë? Zambak të verdh dhe kemi në një territor tjetër pak. Te shtegu I kemi te pasarela ma tanë. Te pasarela. I kemi në strugat me ujë. Strugat janë në pjesë ujore që shoqërojnë pyllin Divjakës, ata që unë them Amazona. Se ka marrë me kot Amazona. Amazona për këtë lloj ndryshimesh, pjesë ujore, xhungla, gjelbërimi dendur, gjithë kjo farë flore, faune, prandaj quhet një lloj xhungle. Ne përpara se të shkojmë tek zambakët e verdh, do shkojmë tek kërpudhat. Tek kërpudhat do vi, po mos ta ngrem zaj shumë se na dëgjojnë edhe na ndjekin pastaj nga mbas. Do vi me kujdes që vetëm ne ti dini të dy. Okej, tek kërpudhat. Është afërsisht 2 kilometra. Jashtë janë itinerare që frekuenton shumë nga vizitorët. Të ka ndodhur aty që të ka pickuar gjarpi në një? Gjarpi nuk më ka pickuar asnjëherë, fatmirësisht, por unë ndesh shpesh, thuajse çdo ditë ndesh me gjarprind. Me gjarprind të ndryshëm, që pjesa më e madhe nuk janë të rrezikshëm përveç neperkës. Vetëm neperka është e rrezikshme? Vetëm neperka, ajo është më e rrezikshme. Ajo s'fal. Dhe do t'jesh shumë i kujdesshëm në lëvizje, kudo që të shkosh. Të del papritur? Të del papritur, nuk është puna se del, por shkon tita ajo është e pozicionuar diku ngrohet në diell apo se shef ka dhe ngjyrën e natyrës, ngjyrën e ambientit edhe ti afron këmbën, është shumë e rrezikshme, se nuk është vetëm neperka, se po flasim po përmendim vetëm neperkën, po kemi akrepat, kemi merimangat shumëta, po qoftë edhe, çakalli. Wow! E xhiruat. Wow, çfarë me fati je moj mikja ime dashur. Atë thash do ndeshi me faunën, me florën. Wow, po si se pa shumë. Çfarë shumë? Çfarë bukuria. Do ta kemi këtu, sepse nuk largohet dhe shumë. Është këtu? Sa bukur. Çfarë? Çakalli është kafsha dominante e pyllit. Po, është çakalli i art dhe që këtu e ka burimin çakalli i art i gjithë territorit shqiptar. Edhe këtu ka shumë çakall sa po bie mbrëmja, fillojnë ato zërat e natës, sigurie prapë do ta përmend, sigurie në xhungull Amazon. Po mirë, nëse ti kalon me njerëz, nuk ka problem? Ata fare, nuk do tani patjetër, të gjitha kafshët e egra i ruan njeriu, i largohen. Por çakalli ka një simfoni shumë interesante. Ne që jemi mësuar me zërat e tyre, është si puna e kojotave në Yellowstone. Pesa fati bukur që na doli përpara. Vërtet na përshëndeti. Jo çdo kush. Duke folur për neperka? Po.